Sipas hulumtimeve më të fundit të Institutit të Shëndetit Publik të Republikës së Maqedonisë së Veriut, gjendja e përdorimit të duhanit në vend është shqetësuese. Rreth 45.4% e popullsisë së rritur janë duhanpirës aktiv, ndërsa 15.6% janë ishë duhanpirës. Jo duhanpirës, pra persona që kur nuk kanë provuar produktet e duhanit, janë 39%. Kjo shkallë e duhanpirësve aktiv është dukshëm më e lartë se mesatarja europiane prej 19.7%, por e ngjashme me atë të vendeve të Ballkanit. Sipas të dhënave, një duhanpirës aktiv në Maqedoninë e Veriut konsumon mesatarisht deri në 18 cigare në ditë, ndërsa shifra më e shpeshtë është rreth 20 cigare. Më shumë cigare zakonisht pinë meshkujt. Gjendja të të rinjët është gjithashtu shqetësuese. Sipas hulumtimit të ESPAT, projekti europian i anketimit në shkolla për alkoolin dhe drogat e tjera, 38% e adoleshentëve të moshës 15 dhe 16 vjeç kanë provuar cigare, ndërsa 21% kanë provuar edhe cigare elektronike. Hulumtimet tregojnë se 7.7% e të rinjëve të moshës 13 deri në 15 vjeç janë duhanpirës aktiv. Përdorimi i duhanit edhe produkteve të duhanit në Republikën e Maqedonisë së Veriut rregullohet me disa ligje, ndër më të rëndësishmet janë ligji për mbrojtje shëndetësore, ligji për mbrojtje nga duhanpirja dhe ligji për kontrollin e duhanit edhe produkteve të ngjashme. Përveç kësaj, në vitin 2006, Ministria e Shëndetësisë nënshkroi Konventën Kornis për kontrollin e duhanit të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, e cila synon kufizimin sistematik të përdorimit të duhanit dhe mbrojtjen e shëndetit publik. Hulumtimet e Institutit të Shëndetit Publik tregojnë se zgjidhjet ligjore të deritanishme kanë pasur efekt të kufizuar për shkak të zbatimit të paqëndrueshëm dhe mbikëqyrjes së dobët. Nevojitet në ndryshime shtesë ligjore që do të rregullojnë më qartë dhe më reptë të gjitha aspektet e përdorimit, shitjes dhe promovimit të produkteve të duhanit. Projekti i ligji, i cili së fundmi është nënshtruar debatit publik, prezanton ndryshime serioze dhe rregulla më të repta për mbrojtjen e shëndetit publik. Risitë kryesore janë ndalimi plot i pirjes së duhanit në hapësirat publike dhe të punës, kufizime të repta të reklamimit dhe promovimin e duhanit dhe nikotinës, si dhe gjoba të larta për mos respektimin e dispozitave ligjore.